Një shpërthim i fuqishëm në një nga objektet më të rëndësishme energjetike të Katarit ka shkaktuar të paktën 13 viktima dhe dhjetra të plagosur. Ngjarja ndodhi në impjantin e furnizimit me gaz Barzan, brenda kompleksit industrial Ras Lafan, një nga qendrat më të mëdha të prodhimit dhe përpunimit të gazit natyror të lëngshëm në botë. Ministri i Energjisë i Katarit, Saad Al-Kaabi, bëri të ditur se shpërthimi dhe zjarri ndodhen të dielën në mbrëmje. Ai theksoi se hetimet paraprake tregojnë se bëhet fjalë për një aksident industrial dhe jo për sabotim apo veprim armiqësor. Sipas autoriteteve, 13 persona humbën jetën, ndërsa 66 të tjerë mbeten të plagosur. Viktimat ishin shtetas të Indisë dhe Pakistanit. Autoritetet thanë se asnjë prej të plagosurve nuk ndodhet në rrezik për jetën. Pamjet e regjistruar nga dëshmitarët treguan flak të mëdha portokalli dhe shtollunga të dendura tymi që ngriheshin mbi kompleksin industrial gjatë natës. Shpërthimi u ndje edhe në zonat e larta të kryeqytetit Doha, duke shkaktuar panik mes banorëve. Kompleksi Ras Lafan ka rëndësi strategjike për tregun global të energjisë. Katari është një nga eksportuesit më të mëdhenj të gazit natyror të lëngshëm në botë dhe rajoni i Gjirit ka qenë në tension të lartë gjatë muajve të fundit për shkak të konfliktit me Iranin. Megjithatë, ministri i Energjisë siguroi se shpërthimi nuk ka ndikuar në kapacitetet eksportuese të Katarit dhe se nuk ekziston rrezik për mjedisin. Impjanti do të qëndrojë i mbyllur derisa të përfundojë vlerësimi i dëmeve dhe të hartohet plani i riparimit. Autoritetet kanë nisur një hetim të plotë për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa vendi po mban zi për viktimat e një prej incidenteve industriale më të rënda të viteve të fundit.